Përshëndetje Blendi për juve në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit TV1, po ashtu si që përmende jemi në qytetin e Vushtrisë, konkretisht jemi në shkollën fillore Ali Kelmendi, ku afër vetës kam edhe drejtorin apo udhëheqësin e kësaj qendre që është Milazim Hyseni. Nderuar fillimisht, faleminderit që gjetë kohën për një intervistë të shkurtër. Respekt edhe nga ana juve. Tregoni se si po shkon gjithë procesi deri më tani që po shënon ora 2:30. Sa i përket procesit është gjithçka në rregull, ka filluar me kohë në ora 7:00 deri më tani s'kemi as më të voglin problem. Vjushmëria po dole që me thanë, është ashtu kështu, nuk është fort e madhe. Mbas statistikave deri në orën 1 dhe ndalë dikon 30-32% e votuesve para prak. Jo në listë janë, po votuesve që kanë dalë rregullisht. Rregullisht dikon 42-3% këtë qendër që ndalë, po qatë 42% tash e kemi 30% e 42% herës të kalume që ndalë. Në është një numër i vogël, po besoj që me kalimin e kohës rritja të vjen. Qyshe kom llogaritën në bazë asaj mas i kemi veç dy kandidat, përqindja mund të jetë deri në 60-65%, për arsye se LDK dhe Nisma këtë vetëm nuk kanë kandidat, janë veç në VV dhe PDK-ja. Në bazë asaj besoj që dikon 1300 votues mund të dalin. Në bazë parashikimeve të mia, ndoshta mund të gaboj, po bazë edhe statistika që kam që atë duhet me dalë. Normalisht balotazhi po e bën që të jetë numri më i vogël i pjesëmarrësve në. Po, është e kuptueshme se ata të cilët nuk e kanë përfaqësuesin nga partia e vet, sigurisht që gjithë nuk dalin. Anë mungon një parti e madhe, si është LDK-ja në Vushtri, edhe një parti e vogël, Nisma, që ka pas në asamblej ka 2 deputet, 2 asamblesë, domethënë që dikon e bojnë që aty 40% e votuesve në këtë bashkësi. Përmendet që deri më tani nuk ka pasur as edhe një incident. Mirë, po të lashet më të mëdha, sidomos në qendra që vazhdimisht po jemi duke raportuar, po ka që nuk po munden me i gjetë emrat apo shkronjat, apo ka pasur probleme të tilla edhe këtë? Po, është natyrës njëjtë. Arsyeja është tek organet e cilat e organizojnë këtë gjëra, sepse këtu nuk kem asnjë vëzhgues, por pas meje as nxemje qendrore nuk kem. Fajtor do t'jenë ata që kanë parashikuar. Unë kam bë ankesë paraprakisht edhe në zgjedhjet e mëparshme, që nuk është mirë kështu, se një drejtor nuk mundet me kryer gjitha funksionet këtë, mund të ketë probleme rreth pastërtisë, rreth orientimit të personave ku nuk e dinë ku i kanë qendrat e votimit, por kurkush këtu nuk është. Këtë qendër nuk është asnjë person që jep udhëzime përpos neve nëse dikush që qëllon rastisht në rrugë dhe mund t'i tregoj ku mund të votoj ose e orienton. Ajo mënyrë vullnetare është. Nderuar, faleminderit shumë për juve. Respekt edhe juve, suksese. Një punë të palotshme. Faleminderit. E po, pra kishim afër vetes drejtorin në kësaj shkollës fillore Ali Kelmendi, i cili ishte pra Milazim Hyseni, i cili dhe na dha detaje që po, pra ka një numër më të vogël deri më tani krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Mirë, po ne së bashku me operatorin Tonin Feza do të vazhdojmë të qëndrojmë në qytetin e Vushtrisë për të shkuar edhe në disa katunde të tjera ku kemi në kontaktet që kemi pasur me qytetar ka pak probleme të vogla. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në programet e televizionit TV1 për të raportuar për çdo parregullsi dhe çdo gjë tjetër deri në orën 19.